bashkëbisedus. Imagjinoni Europa dhe NATO që bashkëbisedon me bufin e Kënetës. Se jemi dhe këtu në Athinë, edhe Dëgjo, se jemi në Athinë. Dëgjo. Po lere më tani. E dëgjo që a thot apo jo? Thuaj matuf, thot jo buf. Dëgjo. Jemi në Athinë, edhe bufi kishte dal një ditë edhe thoshte unë jam krenar, e kam për ndert jam buf. Sepse bufi ka qenë simboli i Athinas dhe i Minervës, dhe bufi ka qenë simboli i urtësisë edhe i bukurisë, se i duket vetë edhe i bukur ati. Edhe me thënë të drejtën, ju e dini vetë që se sa super seksi është, po problemi është që nuk bëhet fjalë për të njëjtin buf. Nuk bëhet fjalë për njëjtin buf. Bufi i grekëve dhe i romakëve ishte ai që quhet bufi i vogël. Ndërkohë që ky bufi ynë është ai për të cilin populli thot çmë rri aty akoma o buf Kënete. Ai bufi i urtësisë, ai rri në male, rri në ullishta, ndërsa ai bufi ynë rri dhe mbretron në një lum që e ka penguar Shqipërinë dhe i ka penguar shqiptarët për kaq e kaq shumë vite. Dhe atë bufin në Tiranë ne nuk e kemi trashëgimi nga qytetërimi ynë i vjetër, por ne e kemi peshqesh nga diktatura komuniste.